Kështu, pra, fëmia u rrit dhe u zbordh, dhe ditën që Isaku u zbordh, Abrahami i shtroi një gosti të madhe. Tani Sara pa që djali që i kishte lindur Abrahamit nga Agari, egjiptasja, qeshte. Atëhere ajo i tha Abrahamit: përzere këtë shërbyese dhe birin e saj, sepse i biri kësaj shërbyese nuk duhet të jetë trashëgimtar me birin tim, me Isakun. Kjo gjë si pëlqeu as pak Abrahamit, për shkak të djalit të tij. Por Perëndia i tha Abrahamit: mos u hidhuro për shkak të djalit dhe të shërbyeses sate, dëgjoj tërë ato që të thot Sara, sepse nga Isaku do të dalin pasardhës që do të mbajnë emrin tënd. Edhe nga djali i kësaj shërbyeses, unë do të bëj një komb, sepse është një pasardhës i yt. Abrahami u ngrit herët në mëngjes, mori bukë dhe një calik ujë dhe i dha Agarit. Vuri gjithçka mbi shpatullat e saj dhe e nisi bashkë me fëmijën. Kështu ajo u nis dhe filloi të bredh në shkretëtirën e Bershebas. Kur uji i calikut mbaroi, ajo e vuri fëmijën poshtë një kaçubeje dhe shkoi e ul përballë tij në një largësi sa një goditje me hark, sepse thoshte: nuk dua ta shoh fëmijën të vdes. Kështu ajo ul përballë tij, ngriti zërin dhe qau. Dhe Perëndia dëgjoi zërin e djaloshit dhe ëngjëlli i Perëndis thirrri Agarin nga qielli dhe i tha: çfarë ke Agar? Mos ki frikë, se Perëndia ka dëgjuar zërin e djaloshit aty ku ndodhet. Çoje djaloshin dhe mbaje fort me dorën tënde, sepse unë do të bëj prej tij një komb të madh. Atëherë Perëndia ja hapi sytë dhe ajo pa një pus ujë. Kështu vajti të mbush calikun me ujë dhe i dha të pi djaloshit. Dhe Perëndia që me djaloshin, ai u rrit, banoi në shkretëtirë dhe u bë shenjtar harku. Ai banoi në shkretëtirën e Paranit dhe nëna e tij e martoi me një grua nga Egjipti.